Banorja e Big Brother VIP Kosova 4, Alba, ka hapur zemrën me shokët e shtëpisë për jetën që bënte gjatë martesës. Ajo tregoi se të ardhurat i kontrollonte një person në familje, pasi kishte 4 kurora në shtëpi. 5 vite të zgjohesh në orën 6 të mëngjesit sepse bija në gjumë në 12 të natës. Dhe prap isha top studente. Tradita familjare po, zoni shtëpie po, punë shtëpie po, hyrja dalje pritje po. Shoqëria e ngushtë e tij kur më shohin me lot në sy. Kur e kam bërë daljen e parë televizive, shumë më kanë shkruar që ju mungoj kushërirët e tij. Më dhim pse të vetja, tha Alba. Ajo shtoi më tej se, pavarësisht kushteve materiale, mungesa e rehatisë në shtëpi është një pengesë e madhe për lumturinë. Lagja ku isha unë ishte lagja më në top form, dhe kushtet ishin. Por ti kesh të gjithë lekët e botës, po s'pate rehati në shtëpi s'vlen gjë. Ndërkohë banori tjetër, Toneu, komentoi për mënyrën se si krijohen kushtet. Kushtet bëhen. Biseda ndërmjet Albës dhe Toneut vijoi duke trajtuar edhe marrëdhëniet mes gjinisë dhe financave. Sipas tyre, femrat shpesh financohen nga meshkujt duke u plotësuar preferencat seksuale. Një temë që ka nxitur diskutime të shumta në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4. Alba ka zgjuar debat mes banorëve duke reflektuar mbi realitetin e brendshëm të familjeve me pamje të jashtme perfekte, por me mungesë të ngrohtësisë dhe rehatisë në jetën e përditshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.